këtu është se këta janë në politikë Esmeralda dhe mund të bëjnë ambicjet janë legjitime. Tani këtë gjë sa urrin mas fjalëve që i thonë para votuesit vet është përgjegjësia e tyre. Ne mund t'ju kërkojmë llogari dhënie, ju kemë kërkuar dhe më herët Kosova është përballur me zotime të tjera politiko-partijake në fushata zgjedhore dhe posa kanë mbaruar zgjedhjet, politikanët kanë gëlltitur fjalët e tyre, premtimet e tyre, kanë lënë me një anë, kanë arkivuar gjitha ato dhe për sa kohë që u janë dashur përsëri kanë risjell në vëmendje. Po këta në politik mund të bëjnë plane, çka të them tash, ambicia tyre është që të zënë pozicione pushteti. Problemi i zotit Kurti kësaj herë është i dukshëm. Po peshkon bota edhe tek kampe tjera për të siguruar numrat. Deri në moment fundit unë gjykoj se Kurti do të insistoj që ta bëjë qeveri vetëm me pakicët jo serbe, duke marrë disa vota dhe nga opozita pa partinë e Fatmir Limajt, por në fund unë gjykoj se do të detyrohet për çështje të justifikimit të amortizimit të zëra kritik ndaj rivalëve që ka Kurti, sidomos të kampit luftës, të fut për brenda dhe partinë e zotit Lima. Do ndodh kjo, diskutimet më ndodhin në Esmeralda. Nuk është asnjë gjë përfundimtare aktualisht. Krejt çka po bën është që Kurti e siguroi një votë edhe nga lista serbe të deputetit Goran Adem Hoxhić, Adem Hoxha, po, që është pjesë e listës serbe. Ky deputet u bë shkas që të gjithë dhe presidentja Vjosa Osmani, ju kujtohet, i risjellin në vëmendje kur Vjosa Osmani u zot presidente para 4 vitesh. Po, por ama kontributin më të madh ja dha prap Lumir Abdixhiku me LDK-n që qëndroi në sallë. Po Lumiri, shiko tani ai po përballet me disa situata. Nuk e çoj çështën e Vjosa Osmanit për shkarkimin e zonit Daka në kushtetuese. Zonja Osmani e shkarkoi sipas, po them gjithmonë, njerëzve të sistemit konstitucional të kushtetues, zonin Valeti Daka, ish kryetare KQZ-s, shkarkoi në mënyrë të palegjshme, duke e cënuar në institucion kushtetues që është KQZ. Dhe partia zotit Lumir Abdixhiku heshti në fakt, nën kuptua si një lloj kompromisi, si një lloj pajtimi i zotit Abdixhiku me veprimet që po i bënte zonja Osmani. Pati disa momente të atharuara mos pajtime brenda LDK-s me mënyrën se si zonja Osmani po sillen në raport me qeverinë Kurti, duke u parë si notere e të tjera akuza nga mëndshme që kemi dëgjuar dhe vet. Por 2 vitet fundit raporti i zonjës Osmani me zotin Kurti ka dalë nga terezia, nga një arsye e thjesht logjike. Ajo më nuk është e sigurt nëse do të zgjidhet presidente e Republikës Kosovës në marsin e vitit tjetër. Kjo është arsye mjaftueshme neve për të na dhënë argumentin e madh se përplasja po ndodh pikërisht për këtë. Se për interesat Kosovës i ndëgjojmë këta gjithë duke diskutuar për çështje të kauza që lidhen me shtetërtimin me e tjera, edhe mund të qëndrojnë edhe ato, por në esencë egot e tyre personale për pushtet janë arsye e madhe e çdo përplasje që ndodh në politikën Kosovare. Edhe pyetjet fundit Kamerit, ai ka zoti Kurti të sigurta 48 votat e tij? 48 do t'ja japin votën për qeverinë e re, sepse ka pasur edhe këtu zëra se disa nga deputetet e zotit Kurti edhe mund të mos e votojnë, apo thjesht është dëshira atyre që e thonë? Tani jemi në politikë në kuadër të një betejë për të ndërtuar terren hamendësues politik, për të ndërtuar dilema kush është me të, kush nuk është me të. Ka qenë Lahi Ibrahimaj, deputet i certifikuar nga KQZ, nga radhat e partisë së zotit Haradinaj, që ka thënë se janë 7 apo 8 deputet nga lëvizja vetëvendosur që
do t'i bashkohen opozitës. Më tepër ka qenë, unë e shoh si garë midis partive në opozitë ose vetëvendosjes për të krijuar atë terrenin hamendësues politik, edhe dilema që mund të kenë pasur edhe deputet caktuar ndoshta, se kush ta bëjë qeverinë, atje edhe të zbarkojnë. Kemi pasur histori kur është bërë dhe tregtime votat e deputetëve në zgjedhjet e kaluara, kur qeveria Kurti votua, një deputete nga PDK, zonja Grajinca, kaloi në vetëvendosje, u pasi si pazar votash. Dhe kjo nuk është vetëm herën e kaluar, ka ndodhur në mënyrë të vazhdueshme Esmeralda. Kështu që secila parti ka një grup mbase të deputetëve që është në pritje kush ta bëjë qeverinë, të zbarkojnë aty për interesa tyre personale. E ke parasysh. Por unë pres që partia Zotit Kurti t'i ketë ato vota 48, e ka dhe votën e 49 të Nenad Rashić nga komuniteti serb, që ka fituar një mandat, ministër që ishte në qeverinë Kurti, që nuk është pjesë të listës serbe, ka 10 votat e them të Pakica Vjosepe që bëjnë. Tani duhet edhe një. Do të marraj, besoj që mbaron Kurti këtë proces, duket që edhe opozita në gjendjen e tashme nuk është e gatshme marrë për bazë të marrë, si më thënë, në administrim në qeverisje probleme, sipas tyre që i bëri, shkaktoi qeveria Kurti, qoftë në marrëdhënie ndërkombëtare, qoftë për brenda. Të falenderoj shumë që ishe sot me ne. Ditë të mbar. Lutem. Shkëputje për një hapësirë publicitare.